shkaktuar gjatë gjithë jetës sime, duke zgjedhur të ndjek rrugën e së vërtetës dhe të drejtësisë. Sot, ndoshta më duhet të përballem me gjykimin e njerëzve, por kjo nuk më frikson as pak. Unë e di se, në fund të fundit, vetëm një gjykim ka rëndësi, ai që vjen nga Zoti. Dhe ai e njeh zemrën dhe ndërgjegjen e njeriut më mirë se kushdo tjetër. Qendresa është një virtyt i madh, një dhuratë që Zoti ja jep atyre që nuk lëkunden përpara vështirësive dhe të ndihmeve. Nëse është e shkruar që të vuaj, atëherë le të vuaj, sepse vuajtja për hir të së mirës nuk është humbje, por fitore e shpirtit. Në fund, ajo që ka rëndësi nuk është rehatia e kësaj bote, por pastërtia e ndërgjegjes. Ajo siguri e brendshme se ke bërë gjën e duhur, pavarësisht kostos. Mund të më mohojnë shumë gjëra, mund të më privojnë nga liria, nga komoditeti, madje edhe nga jeta vetë, por nuk mund të më rrëmbejnë virtytin tim, qëndresën time, atë forcë të brendshme që buron nga besimi në Zotin. Sepse, për sa kohë që qëndroj i patundur në të vërtetën, jam më i lirë se kushdo tjetër, edhe në mes të vuajtjes. Të themi së bashku, kemi shirë për ne o Zot. Ti që je gjykatësi i njerëzimit, sot je i gjykuar dhe i dënuar nga ne. Me shirë për ne o Zot. Ne i dënojmë të tjeret, dhe kështu dënojmë edhe vetveten, e nuk e ndryshojmë sjelljen tonë. Me shirë për ne o Zot. Jemi gjithmonë të tunduar për të gjykuar sjelljen e hyjt, sepse nuk u përgjigjet planeve tona. Me shirë për ne o Zot.